Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 29 prill 2025. Dashi. Fitime të vogla për ata që punojnë vetë ose me komision. Udhëtime dhe lajme të mira brenda disa orësh, takime të reja të preferuara. Demi. Qielli është më nervoz për ndjenjat dhe takimet. Marrëdhëniet familjare kërkojnë përpjekje delikate, por të nevojshme nga ana juaj, pa egzageruar. Binjakët. Këtu është një ditë e rëndësishme për kontakte, për të marrë konsensus. Një njeri ju intrigon shumë për mënyrën se si mendon, për atë që mendon. Gaforja. Disa goditje burokratike do të kapërcehen, por ju duhet të konsultoheni me një avokat, një ekspert, mos bëni vetëm. Në punë pohimet janë të mundshme. Dashuria zgjohet, beqarët duhet të zënë. Luani. Preferohet aktiviteti profesional, biznesi dhe iniciativat e një prestigjit të caktuar. Dashuria juaj për sinqeritetin duhet të shpërblehet, por nuk duhet ta teproni. Virgjeresha. Një ditë shërimi, ka ardhur koha për të bërë një pushim, për të rikuperuar optimizmin dhe energjinë. Takimet e dashurisë janë të mira. Peshorja. Puna e punonjësve merr aspekte të ndritshme dhe pozitive, por mos qëndroni shumë të mbyllur në shtëpi. Një ditë që premton lajme pozitive në dashuri. Akrepi. Ditë e mirë për dashurinë, kushtojini vëmendje detajeve. Në familjen tuaj, një çështje delikate që ju kishte shkaktuar disa shqetësime të vogla, zgjidhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Shigjetari. Mundohuni të gjeni një farë stabiliteti. Ndoshta do të jetë e përshtatshme që dikush të kontrollojë llogaritë dhe çështjet familjare. Britsjapi. Sot mund të presësh diçka më shumë. Kujdesoheni më shumë për formën, sonte duhet të bëni një fjalim të qartë me një person të familjes, të jeni të sinqert edhe me veten tuaj. Ujori. Deri në fundjavën e ardhshme duhet të luani letrat tuaja fituese, të shmangni përplasjet dhe mbani mend se kjo është një kohë shumë e dobishme nëse duhet të lidhni një marrëveshje ose pakt, punë me kohë të pjesshme ose mundësi. Peshqit. Në këtë ditë arrin lajme që ju pëlqen. Në punë nuk e ekspozoni veten së pari, tani duhet të luani dinakëri, në dashuri mundësi të mira. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.